Mbërmendet ti mu. Tani unë fakt e përdora erën e fundit në Komisionin e Ligjeve kur u diskutuan këto 4 marrëveshjet, sepse e njëjta frymë diskutimi e zotit Koreshi ishte edhe në Komision të Ligjeve dhe unë i thash që je euroskeptik. Dhe sinqerisht sot nuk arrit ta kuptoj nga buron euroskepticizmi i zotit Koreshi, se ky është edhe i shkollës italiane të drejtësisë. Po kupton? Mirë, po kur ky gjitha shembujt i merr me lushnjën. Por unë dua t'i kujtoj zotit Koreshi që lushnja ta ndroj kanalin, mos shofe filma në YouTube, sepse lushnja nuk është më ajo e koncert, filmit koncert vitin 36. Është lushnja që nuk dua të hyj në domenin e ministrit bujqësisë, lushnja që sot ndoshta në eksportet që kemi në bujqësi sjell në buxhetin e shtetit diku ke 500 milion euro. Tani ndaje mendjen. Je euroskepticizmi të buron nga fakti që nuk ka val telefoni për te Rogozhinës kur vjen sa kalon Rogozhinën, se një nga kolegët e mia në komision tha, zoti Koreshi tha, mos i merr gjithë shembujt nga lushja, se me sa duket tha si të kalesh Rogozhinën s'ka val telefoni. Tani, nga i herë thot jam i shkollës italiane drejtësisë, pastaj gjitha gjërat na çon lushnje. Edhe për ta kthyer në seriozitetin e bisedës, lushnja sot është nga ato bashki që ka bërë më përpara se sa bashkitë e tjera emër në Europë. Lushnja është eksport sot. A ka probleme? Pa diskutim që ka probleme, sepse ne po të mos kishim probleme, nuk kemi ndërmarrë gjithë këto reforma në Shqipëri, por lushnja është në Europë, sa mirë. Ta garantoj që është në Europë. Nëse shuhet i gjë Made in Albania, lushnja është ajo që na e ka ngrit emrin si Shqipëri. Vazhdojmë me zotin Braçe tani. Procedurë. E keni për procedurë, zoti Koreshi? Italiane, edhe unë kam procedurë italiane tani, se dhe ja them që Olçi, që bën nga rruga Dibrës, ande nga rruga jote tuneli Murrizit, di gjete, jo, pyes kështu përgjithësion sa ata lushnjarë interesohen në njerë dhe me ata rrugës Rogozhinës. Por unë s'tu mora me të tunelet e tuja, që po bjen, atë keqen, a rruga Arbi, shikoj e se ma se karanej, sa arrova ta të përmene se si she këtu, edhe shikoj mirat e rrugrat aty tujat se si janë. Me që i këtë zonë state, por në ndryshim nga ty dhe disa deputet tjetër, unë i shket jam zjetë dyrë në lushnje, flen lushnje, 1 sekund, flen lushnje, jetojnë lushnje, nuk kam se si të flasë për qytet tjetër unë. Edhe kur spitali nuk funksionon, kur ju e keni lënë fshatin më të madh, vërtet lushnje prodhon, po jo se ju ndihmoni ju se asnjë fermer shqiptar lushnjar nuk merr, po kanë ata oligarka nga Tirana. Ja prandaj ta thashun ty. Se ato 500 milion pralla dhe ëndra që ti shikon me fërmedlu që 500 milion ëndra, janë 500 milion kallo që më kanë ata lushnjarë që ti si ndihmon që si panostro kanalet, vadice dhe kulluce së mbyten për atë skrepin, atë dung fungun e tonit. E kupton se toni, s'ka se toni me atë është marrë me të bërë celebrime, nuk e di që me thënë shko kanale. E kupton? Unë nuk jam bërë deputet se kam celebruar një vëllin. E kupton? Atë kishën vlaj. Kështu që, jo, se ti më themë, po që më futi mua bulevardi, ku atërë unë isha i bje lozja, i bje macës me lugë, o ti toni. Po ti mbau këte drejtë që të themun, se lushja nuk ka si institucion, ta thonë gjithë deputetet e lushnjës. S'ka institucion shtetor, se keni qurë më fjerë, drejqet, shejtan. S'ka pra institucion, i hoqit gjykatët e prokurorin, shokullësia hoqit, gjykatët e prokurorin, i sot administrativen për të punur ato kafet anës, sepse as i punë s'bën për lushjen. Se problemet e lushjes ti du t'i vesh në fjerë, në prokurorin fjerë, në gjykatë në fjerë, s'ke as gjeti, as tatime, as targa, as patena, as drejq, as birë, i ke dhe, edhe ti dhe bordë e kullimit e ke fjerë, e kupton ti dhe bujësi, po gjitha qoja fjerë ati e fjerë. Pra lushnjarët nuk kanë asgjë. Lushnjarët dhe një kinoteatër akoma s'po e bëjnë, mbyllën e atë kinoteatrit. S'ke i kanë lore, s'ka asgjë. Për kalamajnë, për moshët e trete, keni lënë atje në mes të garit, quhet ajo. Ajo lulishte atje, ata pleqte shkret, kanë 3 jasë, ku dalin do të lozit domino. Tregoni ju mua për lushjen. Lushjen e keni lënë mizerabël. Kaq. Fjala për zotin Braçe.
Kanë divjak. Se di gabim, ca gjëra i di gabim. Nderuar drejtues të seancës, tash ju të dytë na përfshit në këtë debat, ose mirë. Nuk të tha edhe ai është i bindur që ti si je euroskeptik. Po që ti je nuribeist je. Tash që ta themi si që është gjëja. Që je nuribeist je. Po prandaj. Nëse mos haro se mirë që Lushnja ka drejtori bujqësie. Dhe kjo është gjë më e rëndësishme për atë rreth, sepse me thënë drejtën nuk funksionon vetëm Lushnja, por funksionon dhe Divjaka. Dhe vërtet është ajo linja e gjatë nga shtëpia jote deri ke kthesa e Çermës, po nga kthesa e Çermës deri në Divjak është në rregull themi. Që t'jemi në rregull. Kështu që brenda rrethit Lushnjës je, po deshe mund të vish edhe në Divjak. Megjithatë, që t'i themi gjërat si janë, të katëra këto marrëveshje natyrisht që reflektojnë edhe përmbushje të detyrimeve dhe standardeve nga ana e palës shqiptare, dhe pa më të voglin diskutim krijojnë një hapësirë të re edhe financiare për duash, edhe fiskale, edhe konkurruese, për gjithë ata operatorë ekonomik ose jo, mbi të gjitha të rinj. Njerëz që operojnë me shoqërinë civile e kështu me radhë, administratat patjetër, që të vendosin një standard tjetër në marrëdhënie, jo vetëm me qytetarin, po edhe me ekonominë europiane. Marrëveshja me Francën natyrisht që reflekton një marrëdhënie që nuk ka qenë kurrë midis Shqipërisë edhe Francës. Niveli i marrëdhënieve, jo vetëm në aspektin politik, po mbi të gjitha në aspektin ekonomik, është i tillë që të shtyn, jo vetëm më përpara sa i takon në aspektit politik, po mbi të gjitha atë ekonomik. Sot Shqipëri ka investime të drejtë për drejta franceze. Ashtu si Shqipëria është e hapur ende, akoma dhe më shumë, po prapë për investime franceze në sektorë të rëndësishëm të ekonomisë saj, siç është edhe energjia. Dhe me që jemi këtu sa e mirë, më vjen ta them që impianti më i madh i prodhimit të energjisë elektrike nga dielli, jo vetëm në Shqipëri, por në Ballkan, është eksaktësisht në kufi midis Divjakës dhe Lushnjës. Ose midis Divjakës, Lushnjës dhe Fierit, po deshe sa i mirë. Kështu që unë mendoja, edhe shpresoja shumë që atë shenjë që investimet franceze të drejtë për drejta e kanë vendosur me një prej kompanive të tyre më të mëdha, e katërta në Francë, në territorin tonë përbashkët, domethënë, ta vlerësoja, ta çmoja apo të shtynte që ta votoje këtë marrëveshje. Ajo që unë kërkoj sot nga qeveria e Republikës së Shqipërisë në raport me Republikën e Francës, natyrisht që është marrëveshja për njohjen e sigurimeve shoqërore të gjitha atyre shqiptarëve që punojnë në Francë. Nëse me Gjermaninë e kemi këtë marrëveshje, do duhet që të shtyjmë fort përpara që kjo marrëveshje të bëjë më të mirën e mundshme për ata djemë, vajza, burra e gra që prej vitesh punojnë tashmë në territorin dhe kontribuojnë ekonomikisht në territorin e Republikës Franceze. Ndërkohë që për 3 marrëveshjet e tjera, patjetër që është e njëjta logjik, por kësaj radhe është rirë në territor, mua më vjen mirë që të gjitha qarqet, duke filluar nga Lezhë, Shkodra, qarku i Kukësit, i Dibrës, i Elbasanit, i Korçës, përfshihen në një mundësi të tillë ekonomike edhe financiare për të konkurruar e për të zhvilluar në ato aspekte që parashikon marrëveshja. E vetmja gjë që kam po përsëri se janë vende të cilat u prekën gjatë javës si shkoj nga rregullat e reja të Bashkimit Evropian, veçanërisht nga rregullat e reja në lëvizje. Thuajse për 7 ditë me radhë nga territori për cilin foli edhe zoti Manja pak më herët, nuk doli as edhe një produkt bujqësor shqiptar. Për shkak se rregullat e reja të lëvizjes brenda afatit 90 ditor preku gjithë kamionistët
dhe për fat keq ne që operojmë me kamionistë huaj, kryesisht Maqedonas, Malazez, Bosnjak, ngelëm me produkte në tokë apo me produkte në magazina. Që do të thotë, do duhet që vendet tona apo vetë BE-ja këtë parasysh faktin që rregullat e saj mos penalizojnë jo vetëm lëvizjen e lirë të njerëzve, po mbi të gjitha lëvizjen e lirë të mallrave. Dhe me që jemi në këtë pikë, duhet bëhemi gati që kjo mos ndodh në momentin që fillon fluksi turistik. Edhe ne kemi nevojë për qarkullim të lirë të njerëzve, të mallrave, e mbi të gjitha edhe të kraut të punës. Në anë tjetër, besoj që është momenti, dhe këtu po përsëri duhet t'i apeloj qeverisë tonë, është momenti që ne të ndërtojmë një operator të transportit, po një operator kombëtar shqiptar, që mos cënohen zinxhirët e furnizimit apo zinxhirët e eksportit në momentin që ndodh një ngjarje e tillë si ajo që ndodh. Kufit u mbyllën, kamionistët hynë në grev dhe malli apo produkti, prodhimet bujqësore kryesisht që nuk durojnë, mbetën në fusha apo edhe në magazina. E fundit gjë që dua të them është, po e përsëris edhe një herë, më vjen shumë mirë që të gjitha këto qarqet në hapësirën veriore, verilindore, juglindore dhe qendrore të Shqipërisë, siç është Elbasani, përfshihen në marrëveshje të tilla, marrin një hapësirë të tillë financiare për të konkuruar me projekte konkrete që shkojnë në ndihmë të operatorëve ekonomik, të operatorëve shoqërisë civile, të administratave vendore, pra të zhvillimit rajonal në tërësi, por ajo që më bën përshtypje është që Tirana është gjithmonë e më jashtë. Dhe ky është një problem shumë i madh. Edhe me aktin normativ apo në aktin normativ që kaloi, shtesa e re që ju bë nga fondet buxhetore, veçanërisht Bashkive të Shqipërisë, përjashtoi Tiranën. Pse jam i shqetësuar për Tiranën? Sepse Tirana po hyn në një rreth vicioz dhe po shkon në pikë të hallit. E lidhur kjo kryesisht me ndërtimin. Varësia e Tiranës nga ndërtimi si sektor dhe nga paratë e ndërtimit po vjen duke u zgjeruar. 6.5 miliard u mbyll 2005. Kontribut në buxhet. Është gati 1/5 e buxhetit Bashkisë Tiranës. Dhe Tirana është në gjendjen që për të financuar shërbime, funksione të saja duhet të ndërtojë. Ndërkohë që në krahun tjetër ndërtimi apo ritmi i ndërtimit në Tiranë po fut në kolaps qytetin. Edhe periferinë e tij. Po e fut në kolaps. Ai fluks ndërtimi ka futur në kolaps pikërisht arsimin. Duhen njësi të reja arsimore në kryeqytet. Nuk mban më. Unë jam në një njësi që është pa shkolla, sot aktualisht, ndërkohë që janë dhënë leje për ndërtuar komplekse të larta, edhe të gjëra, të cilat do sjellin njerëz, po prapë në atë njësi, në njësi numër 5. Ka futur në kolaps shëndetësinë. Edhe për ja u them, njësia më e madhe sot në Tiranë, që është njësia numër 5, nuk ka poliklinik të saj. Duhet shkosh nga Selita tek 21 dhjetori për takuar mjekun specialist. Nga se ka radhë atje për ty, se mund të shkoj edhe një muaj të rishpresësh për të shkuar takuar mjekun specialist apo për të nënshkruar një recetë, që është e domosdoshme për të smurët kronik. Ka futur në kolaps transportin. Mjafton ta shohësh Tiranën në orët e pikut të mëngjesit, të drekës apo të darkës dhe e kupton që ky fluks i madh ndërtimor i shoqëruar me fluks të madh të shtuar të popullsisë, të mjeteve motorike, e ka futur në kolaps trafikun në Tiranë. Dhe në fund fare, patjetër që kemi edhe një krizë. Më thënë, e ka futur nga ndërtimi po vjen edhe një krizë e infrastrukturës që kemi aktualisht. Dilni shikoni periferinë e Tiranës shpu i bën ndërtimi i rrugëve. Një masakër e pa imagjinueshme në të gjitha fshatrat e periferisë Tiranës. Rrugë që janë ndërtuar për trafik fshati, dhe që mbajnë mijëra ton në ditë
sipër për shkak të mjeteve të rënda të ndërtimit. Janë shkatruar pothuajse plotësisht, veçanërisht këto që janë në juglindje të Tiranës. Është një problem shumë i madh. Pastaj, që është mjedisor, ky qytet vazhdon të bëhet gjithnjëherë më i nxehtë dhe bëhet më i nxehtë edhe nga mënyra se si ne po ndërtojmë. Me pasqyra xhami që përcjellin nxehtësi brenda qytetit dhe pa lënë mundësinë që të rigjenerohet nga pikpamja e hapësirave të gjelbta apo mbi të gjitha të pemëve në këtë qytet. Pra, nga një anë kemi ndërtimin dhe rrethin vicioz që është krijuar në këtë qytet, që të financohen shërbimet e Bashkisë Tiranës, do duhet që të vazhdojnë ndërtohet dhe të merret ajo taksa e ndikimin në infrastrukturë, e në krahun tjetër volumi ndërtimor në Tiranë po fut në kolaps një seri shërbimesh publike që janë dhe të qeverisës qendrore, po që janë edhe të qeverisës vendore, të papërgatitura për këtë fluks të popullsisë që shoqëron ndërtimin në këtë qytet. Duhet ta çlirojmë Tiranën nga varësia e parave të ndërtimit. Kjo është jetike për të menduar sot e për 10 vitet që vinë, ndryshe ky qytet do bëhet i pajetueshëm. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar ministri Dem.